Treguesi i ndjesisë ekonomike ra me 1 pikë në muajin korrik, por vlera qëndron 5.4 pikë mbi mesataren afatgjat. Referuar vërtetimit të Bankës së Shqipërisë, reduktimi i këtij treguesi u përcaktua nga rënja e besimit në të gjithë sektorët e biznesit, ndërsa treguesi i besimit konsumator regjistroi rritje. Treguesi i besimit të industrisë ra lehtësisht me 0.8 pikë përqindje në muajin korrik, ndikuar nga vlerësimet më pak optimiste për kontratat porosice të eksportit. Pritjet e bizneseve të këtij sektori për prodhimin, punësimin dhe çmimet në të ardhmen janë në rënje krahasuar me ato të një muaji më parë. Treguesi i besimit në ndërtim ra me 4.6 pikë përqindje në muajin korrik, por qëndron rreth 6 pikë përqindje mbi mesataren afatgjat. Pritjet për çmimin në të ardhmen janë në rritje. Treguesi i besimit në shërbime ra me 2.4 pikë përqindje, ndërsa pritjet e bizneseve për çmimet në të ardhmen janë në rritje. Treguesi i besimit në tregti u reduktua me rreth 3.2 pikë përqindje në muajin korrik, ndikuar kryesisht nga vlerësime jo optimiste për ecurinë e biznesit. Edhe treguesi i punësimit në të ardhmen dha kontribut rënës, por në mas më të ulët. Pritjet për çmimet në të ardhmen janë vlerësuar në rritje. Ndërkohë treguesi i besimit konsumator regjistroi një vlerë më të lartë me rreth 2.2 pikë përqindje, pasi konsumatorët vlerësuan lehtësisht me rritje të gjithë komponentët përbërës të treguesit, vlerësimin e situatës ekonomike të vendit, situatën e tyre financiare në të ardhmen, si dhe bleret në shuma të mëdha aktuale dhe në të ardhmen. Pritjet për nivelin e përgjithshëm të çmimeve në të ardhmen janë rishikuar për poshtë.